Të nderuar miq, është momenti ku do të kemi edhe të ftuarin e emisionit ton. Do të jetë një njeri I cili dha shumë për çështjen kombëtare, dha shumë për popullin shqiptar. Por sigurisht është pjesë të gjitha organizimeve ku bëhen për të mbajtur gjallë ajo cila ne jemi krenar për atë të kaluar, por është një personalitet I cili jep gjithçka kur është në pyetje populli shqiptar. Do të jetë bashkë me ne Fexhiri Asipi Abrashi. Fexhiri, mirë se erdhe. Mirë se gjithë. Edhe pse vikendet edhe këto ditë që je në vendlindje, nuk lëm rahat, por ti nuk don të rish rahat, se ki dëshirë çdo herë të jesh pjesë të gjitha organizimeve, ja që edhe në emision na erdhe. Faleminderit. Faleminderit për ftesën. Faleminderit. Është kënaqësi të jem mesin e juaj. Faleminderit, urdhnon. Fexhiri, si kalon këto ditë të pakta që I ke këtu në vendingje, por është mirë në vendingje dhe je ndoshta ndër vetmi që shpesh të shohim. Unë ndoshta jam nga mërgëmtarët që u thoj shumë shpesh, edhe më shumë u thoj edhe për familjen se shoqen e kam këtu, po u thoj edhe kur ka përvjetore si janë janari, marsi, po shumë unë ndoshta 10 herë u thoj në vit nga Danimarka për Maqedoni. Na trego të kapi ndonjë virus derisa ishe këtu? Ki pushim ka shku shumë keq, është herë e parë që sot pargje ishe ditë e parë që kom dalë, edhe nesër do iki, po nuk mund të që mos vite ju, se me të vërtet I keni programet e shumë mira, edhe I respektoni ata njerëz të cilët miren me çështje të ndryshme, sidomos ato kombëtare, aty kom dhe mdhami edhe mu. Po. Edhe unë ju përgëzoj për punën edhe programet që I keni marrë drejtore. Faleminderit. Pikërisht e cekë edhe vet, janari është një muaj ku ndoshta kanë ato që pasardhësit tonë, domethënë ishin ku dhanë shumë për popullin tonë. Ne kaluar e hidhur, por ne disi po këto data po I festojmë me mburje dhe jemi me të vërtet krenar për atë të kaluar të atyre, edhe pse ju kushtoj me jetë, ju kushtoj me zhdukje ndoshta edhe shrenjosen e familjes, por ne tash po I gëzojmë këto gjërat bukura. Na trego pak Abrash, sa është krenari të festohen këto data krahas asaj që e kanë pat një rrugë të dhimbshme? Dëgjoj, dhimbja edhe krenaria të luftëtarët e kombit ka qenë më një kohë edhe gëzimi edhe hidhrimi. Tash, mirë po, në këtë rast, flaka e janarit ka nisë që është nga kohë e Skënderbeut, po daton që është në vitin 1443 këndej. Çdo janar ne kemi pat edhe ofanziva, edhe sulme, po edhe kemi pat edhe një krenari se do njëherë jemi mbrojtje mi këndërvu armikut, që kemi pat gjatë gjithë këtire periudave. Por janari I 80-shit ka qenë një dhimbje madhe për kombin shqiptar, kur në Stuttgart bët atentati I Kadrizekës, I Sogravallës edhe Bardoshit. Atëherë Federata Jugoslave me urdhër të federatës direkt bëhet eliminimi fizik I këtire, mirë po ata duke menduar se do të shuajnë krengritjen revolucionaret e cila nisin atko. Se me bashkimin organizatave revolucionare u frigu Jugoslavia e teshme prej shqiptarve. Mirë po ata duke menduar se di vrasën 3 dhe di shuajnë, ata gabuan. 3 u vranë, mirë u ngritën. Ka qenë ajo. A e ke si motivim do shta? Ki motivim jo që mija, ne u ngritëm 100.000. Jo me mija, mirë po ashtu ke jo simbolika e vogël, mirë po emigracioni shqiptar atër ka ditë organizohet. Edhe u bashkun organizatat revolucionale, falë udhëheqësve të asaj kohë që kemi pasur, një ndër ato e kemi pat tash
janë vra Kadria, Jusufi dhe Bardoshi si Kosovar, po shumicën e udhëheqësve në atë kohë kemi pat nga Maqedonia dhe ne krenojmë edhe mburrim me ato personazhe që kemi pat. Ne kemi pat liderin historik të Lëvizjes Popullore të Kosovës, Lëvizjes Popullore për Republikën e Kosovës, i kemi zotni Fazli Veliun Dajn, është lider historik i joni i organizimeve. Kemi pat në sektorin e veçantë të Lëvizjes Popullore të Kosovës, kemi pat Ali Ahmetin, udhëheqësin e popullit shqiptar, i cili bashkë me Xhabi Talitin kanë qenë në sektorin e veçantë edhe ku afërmosh jetë shqiptare e Kosovës. Dhe më thonë, Lëvizja Popullore e Kosovës është nana e ushtrisë shqiptare të Kosovës, ushtrisë shqiptare për shef me dveshje Bujanoc, edhe ushtrisë shqiptare kombëtare. Pra, kjo ka qenë një zinxhir. Shqiptarët e Maqedonisë Veriut kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në çlirimin e Kosovës. Krahas asaj që kanë qenë edhe ushtar, po ka pat edhe që kanë qenë edhe në lëvizje të kiqër, si që përmene edhe në ti vetë në emision. Nuk kanë munguar Abrash edhe këto bimet e njerëzive nga më të ndryshme në gjitha trojet shqiptare. Si që i cekëm edhe këto personalitetet të cilët dhanë jetën, apo u vranë, duke përfshin nga Kadri Zeka, Jusuf Gërballa, por ato i mbajtën koneksionet të themi edhe në viset tona, edhe në gjitha trojet shqiptare. Ndë të përqendrojmë këtu në Maqedoni, kanë pat ato edhe kontakte këtu shumë, apo kanë lëviz në për vendin tonë, si kanë qenë ato? Mas jemi në Shkupin Tardan këtu, Jusuf Gërballa ka pat një pjesë të punës në Shkup. A i ka punu këtu të Sadiun të Flaka. Edhe ka pat kontakt shumë me studentët revolucionarë shqiptarë në atë kohë, që i ka kontaktu. Edhe ka qenë non-stop në përcjellet të udhës edhe të kohës që të famë keqë. Mirë po, a i prapi ka majtë lidhet. Unë sa më kujtohet babi, si student të regon kër janë taku Tinës me Jusufin, kër i ka thiraj. Ka pat takime edhe babaj. Shumica shqiptarëve, këta në Shkup, shumica e din, ata intelektualët e vjetër. Këtë mund e din këta shkupian të cilët më shumë të cilët kanë qenë normale në zë fleshmarë, këmë ndoj. Ata kanë pat kontakte. Se normale ka luajt një rol kiqë edhe... Edhe për kontaktet mi pas me këto... Përveç asaj, Abrash në këto të bimet dë njerë ja kanë thirë edhe këngës, por në krahas asaj, edhe me këngë e kanë rujt edhe historin, por me këngë disi e kanë pastaj edhe ka rjetha e biseda për të organizuar këto gjana. Po vetë edhe martesa e Kadri Zekës me Sami Jusufin, janë martu në Zvicër ata, se atë natë në Likov, kër u majtë Flaka, ishe edhe shoqja e Kadri Zekës, Sami, që e një personalisht, ata kanë këndu bura, se s'ka pat krati, kanë këndu bura me grushtin lartë edhe e kanë këndu dasmën atine. Ashtë. Në trego pak ki rjedha tash në vendin tonë, në Maqedoni, të përqendrojmë këtu, në Ilirit. Bët një organizimi bukur dhe këto lëvizje disi përfshihen në shumë qytete. Si e shef këtë ide, Abrash? Po shifet, është une jëmë kishë në legale në Lëvizjes Popullore të Kosovës kër i kom pa 16 vjetë. Dhe me thonë 92 diku. Ka qenë përvetori i vrasjes në Serveliut të Sërmnovës Gostevarit. Në Serveliu bashkë me në Urezeka në Vran nga Udba Famkeqe rrugës për në Zagreb. Edhe ati kum taku shumë njerës, edhe ati ja kom nisë asaj rrugtimit tim. Mirë po, edhe atër ne kemi ditë të organizojmë në okupimin Jugoslav, edhe Sërboslav të që kemi ditë të organizojmë këtë organizime. Por edhe vitet e nadajta, po edhe mas luftës të dimin ishit të organizimet kanë qenë përqëndrume ma shumë në Kërçofe dhe në Gostivar. Mirë po si vjetë me lejën e shoqërisë Lëvizje, apo me një mbledhje që kanë bajt, a marrë vesh që do të lëvizin në çdo komunë shqiptare. Edhe fati ishe që të bëhet në Likov. Edhe ka qenë shumë e mirë, edhe ka qenë një dramë shumë e mirë, edhe një valle shumë e mirë që u emocionuan shumica ati në njëzve ati, që kom pa dhe motër dëshmorës, ose motër dëshmorës të qatë. Ashtë. Pse pikrisht, mos ta themi tash, po dhe ta themi me krenari, se disi në Maqedoni po organizojmë flakën e janarit
ndoshta e bëjmë shumë ma bujë, shumë ma të zjarë e kemi disi. Po unë e ceka para se... Ndoshta pajtohesh me këtë gjë, por është evidente. Është fakt se Kosova ka institucione. Mirë po atë janë danë, për çare politike tash nuk do t'i thellë. Kurse në Maqedoni ne kemi qenë pak, se të thëmë, edhe në këta lëvizjet e pasramën mes Jusufit, unë i ceka para se kemi pat njerëzit në udhëhecine. Do të thonë lëvizjen popullore të Kosovës se kemi udhëhequr nga Maqedonia. Edhe luftën e Kosovës, shtabi i përgjithshëm, shqiptarët e Kosovës ka pat shumë oficer nga Maqedonia. Kur ti oficerët ka pat nga çdo territor. I Maqedonisë ka pat nga një oficer në shtab përgjithshëm. Bile ka qenë tash edhe mbledhja që u majtë në kollare e lëvizjes popullore të Kosovës. Pse u majtë në kollare bash vendi aty. Mandej ka pat edhe shtabi i përgjithshëm i shqiptarëve të Kosovës prapë. Ka pat baza në Maqedoni. Mes tyre bazave ka pat një në Katun Tena, në Shemshov të Tetovës. Ku sot është 4 vjetori i vdekjes bazit Daut Zeqirit. Ai ka qenë shtilla dhe baza kryesore e shqiptarëve të Kosovës njësisë vartëse të shtabit të përgjithshëm. Ka qenë të shtëpia e tij takimet me politikanë, me atëherë të Maqedonisë, me Arben Xhaferin, Abdurrahman Alitin edhe të tjerë të shqiptarë që i ka vënë në shtëpi. Po dhe janë bërë takime diplomatike dikoni. Tash ne do të cekim, do të jarojmë se këto janë fakte historike. Pikërisht desha këtu të lidhem. Sa duhet ne këto gjëra t'i qesim pas se nuk ka qenë populli shqiptar këtu në Maqedoni indiferent. Ja dalin gjëra tash se me të vërtet dum apo s'dum në për mediumet në Kosovë shumë pak ceken këto gjërat, kontributi i jashtëzakonshëm i popullit shqiptar këtu në Maqedoni për lëvizjet e për përgatitjet, por edhe gjatë luftës. Po shifet tash këtu ne kemi një problem pak se për note politike ne i humbim edhe vlerat historike të kombit tonë. Edhe tam drejtën, jam të e pa këtu në Maqedoni, tash në Kosovë e kam pa edhe këtu. Nëse disa politikanë dikur ishin për shtet, edhe sot prap janë për shtet, po atër ishin për shtet me një grup të lëvizjes popullore të Kosovës, tani janë për shtet me dëka që s'ka lidhet bëhe me historinë apo me revolucionin shqiptar. Tash, dikur bërticin, flishin, sot nuk flasin. Po ti nëse një kretari komunës, kush ndalën ti të organizojnë shfarkën e anarit? Adem Jashari ka bojnë shkubre. Ka plak për kujtimore, të cila shpika nejtë. Po ata të shtabit përgjithshëm edhe në përshkup ka nejtë. Po edhe në Kumanov, ashim tha që ka kalu krejt teritorin e kufinin e Maqedonisë. Në çdo katun ka një histori gjatë luftës. Ne folim tash për çështjen e luftës, a ka gabime politike, ashim tha që mund të kesh plot. Nuk na interesojnë ato gjëra. Po, ne nuk mundim të mohojmë faktet e historisë se kush e shliroi Kosovën, edhe si u shliru Kosova. Se unë pra më ngjova në debat, ishte pak banal, po është problematike tash. Nëse një grup pacifistësh kanë qenë kundra luftës, sot mundon të përvetsojnë luftën. A bëmbaja që e kemë bë. Tash, edhe të na në Maqedoni ka pat politikan, që qalë ka dhoni kontributin e vetë, se sot nuk do ishim ne pa ato këtu. Sigurisht. Ne nuk do ishim as pa partizante e 25-ës, edhe pse ne kemi pat në dëshën në anën tjetër, kemi pat shqiptarët e cilët i kanë mbrojt, po kështu kanë qenë rrethonat e kohës. Mirë po sot ne shqiptarë deri në 99-ën ndoshta kanë qenë dobët, po për 99-ën lufta e Kosovës i kanë ngrinë shqiptarët. Une e mbaja embleman në shqiptarët e Kosovës ka shkoj. Edhe njëherë më një biset me një policë, pale sjetër këtu, më tha pse ma. Tha shumë me qenë si Jugoslavët e Maqedonisë, çdo njëri i maj. Tha pse? Tha se kjo ra, ushtria shqiptare e Kosovës e prunë NATO në Kosovë, edhe ju keni hinë NATO shka kësaj. Që ndryshe këta NATO në andrë se shifin. Na njofti NATO, kush jemi? Ku jemi? Po tash, a do të respektojnë këta? Unë jam luftari ushtria shqiptare të Kosovës, ushtria shqiptare kombëtare, edhe kom dhe mu GPMB-n, kom qenë pjesë edhe aktive edhe logistik, po unë mburem atë, edhe me fanatizëm e mbroj atë që kom bë. Vlerat e luftës, me fanatizëm e mbroj. Se s'jam i varet, as politikisht, as nga punë, as nga s'njani, mirë po, do t'i mbroj dikush. Ne kemi mungesë të institucioneve tona në Maqedoni për me bën këtë.
A kemi, po, kanë shkujt histori personale, grupore, mirë po, kemi problem se historitë e luftave, shlirimit edhe flakës janaret apo lëvizjes popullore të Kosovës, apo LPRK-s përpara lëvizjes për Republikë të Kosovës në kuadër të Jugosllavisë, ku përfshishin gjithë shqiptarët, se fillimisht ta nis për Republikë, mandej u dyshu për bashkim kombëtar. Po dhe ne qëndrojmë bashkimit kombëtar. Po si do arrihet? Po tash rrethonet edhe koha na kanë ndalu. Në Maqedoninë diminishin nuk e kemi nis luftën për bashkim kombëtar. Mund të flasën çka du. Komunikata numër 6 ka precizu. Luftojmë për drejta për liri, respektojmë integritetin territorial. Se rrethonat e fuqive ndoja ndryshuan. Interesat atyre ndryshuan për Ballkanin. Edhe ne u desh pozicionohemi se ata kemi partnerë dhe sot e kësaj dite kemi partnerë. Edhe sot shihet gjën Davos kanë ka partnerë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po mira, abrash kjo pjesa tash askush neves na ndalon të festojmë bashkërisht këto data të rëndësishme. Për shkak se të gjithëve na kanë tanguar këto data. Tash kush na pengon, askush ne të jemi bashkë përsëri. Tash pse ekzistojnë kofint, nuk do të thotë që ne mos të jemi bashkë. Përzierja politikisht mes vendeve tona është gabim. Edhe përzierja e fundit e Kosovës, politikën e Maqedonisë na kushtoi shumë neve. Edhe ata do ta shfrytëzojnë rastin edhe të bëjmë dije shtetit Kosovës se ne keni dëmtu. Qeveria e Kosovës na ka dëmtu. Tash njëri më thotë po si na ka dëmtu. Tash ne shkojmë këtu ka qenë çdo herë fitosim bën qeverinë. Edhe në Kosovë ka qenë pala kosovare dhe pala serbe, cila fiton shkon qeveri. Albin Kurti që ka sulmu listën serbe nuk mund të ta marrën në qeveri. Tash për me dhënë alibi botës se nuk janë vetëm unë, është edhe Maqedonia, insistoj këtu që vëmërohet ta merr Blenin, edhe ai ta merr atë Rakiqin apo si ku atë serbin tjetër, se tash nëse ka serb mirë spaskape, serbët janë serb, s'ka të mirë të keq. O janë serb, edhe. Po ai tash portolojt e bota se edhe Maqedoni ndodhi, që vëmëroja mor Blenin, ndoshta më pak deputet, edhe unë e marr këtë më pak deputet. Mirë po, ne shqiptarët e Maqedonisë shkom kurban këtu. Jo Kosova, ne shkom. Po përsëri ambrash këtë të lëm politikës, po sa i përket datave ne s'do të kemi dallime, po. Këto data do të festojmë me mburje, për shkak se është dhënë shumë, është sakrifikuar shumë. Dhe datat ne duhet, sidomos datat cilat e kemi të shënuara dhe mburemi, siç e thamë edhe në fillim me këto data, ne duhet t'i festojmë bashkarisht. Por edhe pse edhe shqiptarët e Shqipërisë, edhe të Kosovës, edhe të Maqedonisë. Po shife, këtu e kemi ne problemin tash. Kur është Shqipënia mirë, është Kosova më mirë. Kur janë këta dhja mirë, ne jemi shumë mirë. Njëna këtu nuk është mirë. Në këtë zinxhir. Unë e shoh se kemi një defekt. Po defekti, do të thonë defekti prishet te Kosova. Kosova nuk ka mirë. Pse nuk ka mirë? Se vetë ekzistenca e qeverisë Kosovës është bërë me shumë grupacione të ndryshme. Tash nëse flasim na për lëvizjen popullore të Kosovës, këta i etiketojnë si enverist. Këta tjerët nuk i du. Edhe këta nuk i festojnë këta data. Vetë edhe varrimi kur është bërë, i Kadezikës, Bardhoshit e Jusufit, Tonika e kanë dalë, komuniste, e kanë dalë varrimin e tre shokëve. Nuk janë varrus bashkë. Ndarjet, ideologjit në kam prish neve. Kurse, nëse dikush do të Enver Hoxhën, do të Donika, jo. Se atë e ka rritë Enver Hoxha. Donika Gërvallën e ka rritë. Edhe fundit, pse mos e dumbe, Enver Hoxhën ka qenë lider i shqiptarëve, ka qenë president. Edhe ka ndihmu fundit, ushtria shqiptare e Kosovës është pasardhëse e enverizve. Dhe e vadorën për ata. Kanë arrit bëjnë luftë, të organizojnë luftë, ta bindin botën, ta bindin NATO-n, ta bindin Amerikën, edhe të tashliroj Kosovën. A nuk kam mjeshtri kjo? Sigurisht, po. Po tash, çka duhet ne këtive ideologëve tonë? Nëse këta që janë mësuar në shkollat e Beogradit, ne kemi problem me këta që janë shkolluar, janë zhvilluar në Beograd. Ne kemi problem me këta që janë shkolluar në Tiranë, në Prishtinë dhe në universitetet e Tovës. Ne kemi me këta të vjetë që janë shkolluar në Beograd. Del, në shembull,
X oficer apo profesor Beogradi dhe tepër leksione si duhet jetojmë ne. Po ne kemi babe luftën, i kemi ndama. S'ka luftën. A shliru Kosovën ne. Shqiptarët e Maqedonisë u avancon. Tash do të ringjallim ne ato që e kemi për të krenuar. Tash ne kur kush nuk i pengon që të prodhojmë kuadro, qeso profesora, ne kemi shembull institucione që na mungojnë. Tash kemi institucione shembull në kuadër të TS ka edhe shumë katedra. Këta do t'i zhvillojmë. Unë jetoj në Danimark ku unë këtu habitem. Shkollat e mesme teknike këtu nuk i shoh. Danimark shkollat e mesme teknike e profesionale janë të forta. Elektro, ndaj këndoj, ne do të zhvillojmë për poplin. Shefe, shqiptarët në 100 vjetorin e pavarësisë kom pasë, ne shqiptarët të dhejshim botëm. E disa institucione të rëndësishme në për universitetet njoftë të botës që dhejshim shqiptarët. Fizicienti më i mirë në Skandinavinë është shqiptari i Shqipërisë. Drejtori më i mirë në bankës në Tel Aviv është shqiptari i Shqipërisë. Ne nuk duhet më si ata të vjetit krenohemi me restorante apo me firma plastike, drejtare. Jo, ne duhet krenohemi me vlerat që i kemi. Sigurisht, kjo shumë e vërtet. Shqiptarët kanë kapacitet në Evropë dhe sa vlera kanë. Mirë po, ne me qeverinë e Kosovës shumë vjetë përpara i kemi bërë këtë punë. I kemi bërë jetën e bizneseve, jetën e studentëve, jetën e akademikëve, çdo gjë ka ndodhur. A rregulluar e punë, ata punojnë. Në çdo shtet të Evropës kje poetët të Kosovës, që kemi lidhën edhe poetët tanë i marrën, i ke akademikët, i ke gjitha. Kurse ne shqiptarët e Maqedonisë jemi pak të vënuar në këtë aspekt. Se edhe diplomatët që në kanë ardhur në Perëndim nuk kanë qenë adekuat për në ndihmu. Ka disa që punojnë, sot e kënë Zvicër, ata punojnë. Mirë po shumica nuk kanë punu. Ka ardhur, ka marrë rrugën, e ka rregullu punën e vetë dhe kej. Imigracioni ka probleme serioze sot. Neve nuk na duan lek, as nuk na duan. Neve na duan mësues, neve na duan tekste shkollore. Këta na duan neve. Që mos asimiluan fëmijët tonë, s'paku ta din ka priadën edhe si ka emnin. Edhe të fole pak. Se gjua për... Staroj gjuhën edhe kombin. Shifin, ne kemi luftu, kemi punu edhe punojmë për ruajtjen e vlerave të kombit në Perëndim. Edhe atë kemi ba. E kemi ba pa institucione. Po. Do të shfrytëzojnë këto momente edhe për një pyetje interesant. Shumë organizime edhe në diasporë bëhen. Në të rego pak sa me qëfar entuziazmi atje, si e ndjenjë këtë kërë organizon këto data të rëndësishme. Do të fillojmë edhe me festat e nëntorit, por edhe shumë gjana tjera ruhet apo organizohen që më pikrisht të ruhen këto tradita, këto data të rëndësishme, këto festa. Me që para ka dikoni 2-13 vite këtë jenë vetë prezent. E ke pa organizimin ma madhështor që kemi bënë Danimark. Ka qenë dikoni ku marru 4.000 persona, se kemi pa salë, se di po u bloku sala. Ka qenë sala e mbushët. Ka qenë një nga organizime më të mëdha që kemi bënë. Po edhe çdo datë ne i bëjmë. Edhe tash për gjenocidi plaka për në Kosovë, edhe e kemi edhe degën në Danimark, edhe në vendet tjera që mundohemi të punojmë. Deponojmë fakte në faktorin ndërkombëtar, të shohën se sa masakra, sa dhunime janë bën Kosovë nga Serbia. Unë të dim përpara kom pa qasje edhe të aspektit diplomatik. Çdo diplomat unë ja kom dhuru nga një libër përpara për masakrat që janë bën Kosovë edhe në vise tjera shqiptarëve të Jugosllavisë. Po ata e kanë bërë me vetë kontribut. A kanë kosta? Po kanë kosta. Po sikur se të kemi përkrahje institucionale shumë malenti. Po. Ti mund të jesh gazetar, vetë shembull ta kesh një studi tonë, po kur ti je në televizion publik ka pak më ndryshe. Nëse nuk e ke mbështetjen institucionale ti do kesh problem. Po. Ne nuk do ishim sot këtu. Ashtu. Edhe kjo është. Po mirë po, shqiptarët prapë din të organizohen. Në diasporën e dënherë edhe ideologjitë dhe partitë politike i gjuhën, banësh, për me arrit një qëllim. Ashtë. Edhe këtu ma pak më ndrishtë, se këtu hipin i natët partijake,
edhe idhnon njëni me tjetrin, fiton i treti. Shife, pa më parasysh, nëse dikush ta kalon që këtu vinë, vazhdove të hes për para. Po no, zhvillohe. Vetëm mbasi jo. Po, ne me mësu shkojmë mas. Këtu ma problemi. Një herë shkojmë mas, 20 vjetë në shkojmë për para. Ashtu. Nuk ke pushu edhe duke u qenë antari shumë lëvizjeve, shumë organizatave, shumë gjanave të cilët e kanë lëviz çështjet të themi para. Sa do të mundoheni që ende këto gjëra të hecin para, duke bërë këto lloj organizime, duke mos i lanë anash edhe personalitetet të cilët e meritojnë vendin e duhur? Unë e kam ushtim. Edi, që në për aktivitete. Ti që e ke ushtim, të kesh një misafirin studio dhe të bashkëbisedosh. Po dhe për ne ushtim, unë erën e fundit ishin 2 protesta për lirimin e çlirimtarëve tonë në Haag, njëna ishte në Haag, njëna në Strasburg, edhe unë për Danimarka shkova në Haag, për Danimarka shkova në Strasburg. Deri në Strasburg kanë dikon 1200 km gati. Edhe njënin pjetën, si ke shku, abe kum shku edhe më këthi, a e lodh, është normal që lodhesh, a ka kosta, kabe, ama kur e vendose njëri shkon. Kur ka vullnet edhe dëshirë. Sa ta ha një dark, shembull me dënja që si javlen, apo një takim që ma me i shkoj ati ku javlen. Edhe unë para stash që mbroj me fanatizëm, edhe pjesën e luftës të ushqishimtarët Kosovës, ushqishimtarët kombëtare dhe u që po më bëz dhe mbroj me fanatizëm. Nuk do të tolerojmë kërkat luje me ne, me ato vlerat tona. Tash, politik, se i ndëgjoj. Po në herije në Haag, sa i ka vjetë këta. Prit pak. Në Haag nuk dënoj se ke vjetë. Në Haag shkot vetëm se ke vrasër. Po. Kaq. A, për korupcion, nëse dënon, qiti faktin unë jam që du kërkuj edhe 10 vete ekstra të ipen. Po. Ama kësaj periudës luftës, mos i nvesh zonat këshia. Ne ndoshta jemi ndër ato të cilët nëse je gjallë, të etiketojnë me shumë gjëra tjera, por neve na interesojnë ato pjesët të rëndësishme të cilët kanë ecë para dhe kanë lënë gjurmë sot, po i shijojmë, po ka qenë shekulli jonë, Abrash, kështu në përgjithësi tash mos të kemi se mund të flasim me orë të tëra cilët kanë qenë pengesat e kësaj periudhe, po në përgjithësi këto tash të futemi organizimet. Ja, falë Zotit, kemi konferenca ndryshme, po prodhojmë intelektual, po kemi universitete tash. Sa të bën krenar gjithë kjo që u bën deri tash. Edhe pse e cek edhe vetë ke kaluar në për të gjithë këto vështirësie, sakrifice, njete shume, familjarisht edhe vetë, por disi duhet jemi krenar ndoshta, por këtu deshta ta ndëgjojnë nga ti, se në përgjithësi sa të bën krenar kjo që u arrit deri tash. Shefe, krenar jam që Kosova ka rrit këtu ku është, në institucionet e veta më të forta në rajon. Jam krenar për atë. Kosova 20 vjet ka zhvillu. Ka bën institucione, ka zhvillu shtetin, ka rregullu shtetin se ka qenë zero. Do të thonë, ta marrësh një katon pa kurxhon, do të thonë as zirë të vendit mos ketë. Kosova ka qenë rafsh. Do të thonë kurxhon s'ka pat. Ka rri Kosova të kesh institucione më të mira në Ballkan. Kjo vlerë atine që bën luftën dhe që bën shtetin. Po. Atë jam krenar për ato. Infrastrukturën më të mirë në Ballkan. Po. Ura e Lesanit për në Kaçanik. Në mega projektet botnore reklamohet. Një mega konstruksion që në këta urat e mdoja, shife, ajo ura është ati, po, e ka po dikush. E ka ndërtua shtetë. Maqeni, po abet e këtu kanë lëviz gjanat. Se, e maj mend të kur ka marrë pilotës Kosovës, këtu ka pat një 20 policë shqiptarë, edhe ata o kishin revole, s'kishin revole. Sot i ke 3-4.000 policë shqiptarë, ke 3-4.000 ushtarë. Po, kur ka marrë thuna për spitalet e Shkupit, vetëm Gjugoslava fole edhe pastrues ishe slava. Që din ma mirë se në Shkup këne. Po, unë e di se kemi patë rast edhe kemi ardhë. Sot ku të ishti, mjekët më të mirë i ke shqiptarë. I ke mjekët më të mirë që me renome botnore, jo vetëm këtu që operojnë në për gjithë botën. E ke i lirin, e kumanohet, se ke ata gjithë ata mjekët.
plot ka, tash se nuk du... Sigurisht, janë shumë, ato janë vlerat kombit tonë, edhe unë krenohem ato që kemi arrit, edhe do t'i përkrahim, do t'i pengojmë. Mirë po... Universitete... Po, shifet, Universitetit e Tovës, u bo, atë ju klindor më hajde, mos i him shumë, po, unë ti e di se unë kom qenë kritikues për çdo ministra, edhe ka qenë një minister në atë kohë, tash nuk e përmendim, nuk e tonë mo, pa ta kritiku një ofë për para, një ofë masa i dul edhe reklamoj Universitetin në Natëris, unë e lavdrova. Po. U dhe më thiri. Ta shibe para një jave, tham kritikove, ta shife, për atë gabimin që ke bat kritikoj, kjo është e mirë, ta është lavdroj, për këta më kim rapa. Po. Edhe për të mirën Shife, ne do të kuptojmë, nuk do të shofëm njërin vetëm gjanat negative, do të me apa dhe pozitive, të mirat edhe të këshijat. Shife, ne njifemi, Maqonia është e vogël. Une me ti kemi vjerore 23 km larkë, katoni për katoni. Po, në kalit, mi si janë, dikan e kemi njoftë. Sigurisht. Edhe unë jam së një pradushe, një pëshkup jem. Ashtu. A që është Maqedonia, njifemi me zvete dhe... Ne njofëm njëzit, sa do... Mirë po, do të me qenë autokritik tash, do të me nisë me kritiku nga vetë vetja, ku ka bova unë, jo ku ka bova ti. Mirë po ne e shqyqëm si qdo herë tjetrit, edhe gabimet tona nuk i shofëm, do të na i shofë dikush mas 20 vete më ropa. Edhe por ata thamë, ne kemi arrit, a ka mund batë shumë ma shumë pope? Mirë po këtu e shofë një mangësi unë. Nëse ti të ka shtim pun një politikan, me marveshën e orit. Mirë po, ti ke him pun, nga marveshë e orit me marveshë politike. Mirë po, pse du të të maj policit i kretarja se parti që të ka shtim pun, maj vetë policit, se policia të punë e jote, ose të imja. E pa ti duhet njeri i dorë në vendin e dorë. Këtu nuk e shofën, Maqeni, shumë pak e kom hasë këtë problem. Jo se i fort e ka shti ki, jo se i fort e ka shti, e ka da pak. Ja, duhet i shojmë vlera, duhet i shojmë vlera. Shife, edukatën të ka dhonë nonën, babas të ka dhonë asë një kretar partije. Ashtu. A do të arush, a i kretari partijës, apo a i qitri, a i ka ba historinë e vetë. Ashtu. Shembol, nuk mund të kërkush dalet thote për Aliametin që ka ba. A i ka ba historinë e vetë. Ne jemi me fatë që kemi patë Aliametin udheqës televizjeve komtare. Me fatë jemi. Ashtu. Shqipe në Kosovë, a problem, gjesh një lider për levizje, sot mund të gjish, mund të qesh, është të një student të bojnë një levizje. Pa që ka pat një farë ndryshimi, qojmë pak, oke, nuk e du në atë sistem, që ka një sistem tjetër, mirë po, siguria kombëtare e Kosovës edhe Amvare dhe për Maqedonia. Shumë. Pse, a ka qenë po. Liderët e ushtrisë shqiptare kombëtare kanë qenë garancë për sigurinë e Kosovës, atë për të thamë këtu. Edhe ndarja e Kosovës pikërisht të ndanë nga Aliameti dhe Merkeli. Në qonë këtë në ta mojnë se nuk është ashtu. Se nuk e dhonë siguri këti vendi. Nëse ndodhë ndarja e Kosovës, nuk ka siguri Maqedonia. E tash, mirë po, rrethonat tash kam pru. Unë kom qenë nga grupi, pa më ba fronti evropian, kom qenë nga grupi dhe gjithë shqiptarët banë bashkë, edhe ti dajsh e sapën me palën slave. Edhe kemi ardhë organizime për Evropë, kemi lutë partit politikë. Bëhen bashkë. Deri momentin e fundit jemi mundu të bëhen bashkë. Moment i murën slavët disat edhe krefën ka veti. Tu dështoja. Historia na merë mas shpesh kështu. Apo tash nuk do t'i përmendim me emna, po ka ndodhë kështu. Edhe i kam argumentet, i kemi fotografit, po një ditë do dalen se nuk jam, unë votoj, kam i dollë të mi. Mu kërkuson më mohon kontributin a shimthaqit Ramush Haradinit ative, se kur ata kanë dalë, të tjiret kanë nejtë me shkijet, bre, kumbarë, kanë pat shkavin e kanë prunë shpi. E sot akatin t'i kalëgjën që është e nonë në Ramushit. Ose ati. Po fundit, kur ka me të demi ashari e parë, në Aliametit me ka quarë më? Ku kem në burat? Tash, hajde, të folim pak, t'i shesëm, ku kem këta tjiret? Ka plot bura, ku ishit ju? Sot der dikush thotë jo ki shpion. Si mund të qështë i tradhtar, udhëheqjen e lëvizjes popullore të Kosovës, njërin do themeluese të ushtrisë shqiptare të Kosovës, që po më bën se ushtrisë shqiptare kombëtare. Nuk jemi në rregull ne pak. Unë të falenderoj nga kjo kohë shkurt që e pate në vendlindje, ndave kohë ti jesh pjesë e emisionit tonë. Faleminderit. Do të jemi përsëri
me organizime ndryshme dhe duke të dëshiruar vetëm shëndet dhe të mira. Faleminderit shumë për ftesën dhe ishte kënaqësi jam prezant me ju këtu. Faleminderit shumë. Faleminderit. Të nderuar miq, do bëjmë një shkëputje të shkurtër dhe rikthehemi në studio përsëri.